Përshëndetje, Flonca, që shje? O, të mbita. A je mirë? Mirë shumë. Po ta qëpë sot me dalë me pini kafe me ty dhe me u këthy pak të jeta jote përdishme, ty të pak, që shpo kalën me vespën tonë. Me këtë bebën tema. Po kalën? Sidomos që të kohën komunikacionin në Prishtinë, në qytetin, nuk është edhe shumë i madhe dhe ka shumë vetura, është problem me qarkuru dhe me ndriku. Unë jam shumë e lumtur që e kam vespën, edhe u knaqja me tregu drejtën. Nëse përpara i kom thonë ti pujna që mbri për 5 minuta, krejt e kanë ditë që kur nuk shtojnë kohë, po tash krejt që e kam vespën, kur thonë për 5 minuta, për 5 minuta jam aty. Sa vite të bënë tash po vëzit? Te 4 vjetë, 3 vjetë e gjysë, 4 tash. Fillimisht e kom bleni 125 po vit, një vit e gjysë, mandej e pash që kam nevojë për me marrë diçka me kubi pash pak më të madhe dhe tash e kom marrë 300 edhe jam shumë happy me ta. Ti ke qenë vetë një anë familjen tonë që e ke pas një vespa, e tash edhe motrat e tua e kam boka një vesp, edhe po besoj që ti e kon po. Edhe shoqë. Ke qenë një ndikim i madh po besoj edhe në familje edhe në shoqëni. Në fillim vita ka qenë shumë interesant se kur e kom ble vespën e parë, nuk është se më konsultu me ti, janë ta din e kom pas qartë që po duhe dhe në fillim normal që ka ndonë këshilla me pas kujdes, po mas një kohë, një ditë tash hajde një se po kom qenë veç me pas se qysh po ju shkan me vëzdit vespa. Edhe ma ndej fillun motra të më pse s'ke tregu ma herët, çfarë stimi është me pas një vespe dhe vëzditën qytetve. Me të vërtetë është një lehtësim shumë i madh. Po dilni bashkë tash me vespa? Po, weekend, ka 2-3 orë e fizojnë rastin edhe dalin e shëtit edhe me shëtit. Edhe kemi bu një komunitet të vespesve, Vespa Fanatik Prishtina, e shpesher bojmë organizime, dalim bashkë kur është kohe një këtorë. Shumë njerëz thonë që Vespa është më thërë veç për qytet. E jo s'fund vjen kohë me një event në dorës, atë ma tregon pak eksperiencën që ke pas rrugën. Ka qenë, po mendoj vëzditja me e gjatë që dirishta, shefa pas të personalin vetë, nuk është se më ka ra me bo gjiro pak ma gjata. Me qenë se organizimi ka qenë në grup, bashkë me klubin e vespesve, edhe kemi pas një kanë mbështetje se me marrë një rrugë gjatë për herë parë sidomos. Është një sfidë. Pas sigurie. Po me qenë se kemi pas një grup shumë të mirë, edhe një mbështetje të jashtëzakonshme, kështu që e kemi marrë riskun edhe jemi mirë. Motra për shembull e pa vespën 125, me 125 po deri në dorë pa asnjë tip. Pozitja ka qenë shumë e këndshme, e rehatshme. Normal na kemi shku për qef, nuk kemi qenë për ngut, po Vespa nuk është vetëm për qytet, për qytet është stela, po kupton? Po. Vetë kështu është fatë bukuroshe. Po, bën edhe për rrugë të gjata. Normal gjithmonë të pas kujdes, me pajisje që janë mbrojtëse, me helmetën, me dorëzat, po du vërtet me i inkuraju krejt vajzat. Për me vozit Vespën është tepër e thjesht, edhe krejt që ka duhet është me pas sesim, edhe guxim, edhe është vërtet një lehtësim shumë i madh. Është shumë e thjesht me marrë edhe lejen, kanë thjeshtu këto procedura. Isha inkuraju krejt mos me vozit pa leje, me u paji me dokumentet përkatëse, edhe me njohurit përkatëse, edhe krejt fond, Vespat më të mira i gjeni tek Ventoro by Automita.